Kryeministri Edi Rama ishte pranishëm sot në aktivitetin për ty natyrë. Në fjalën e tij, ai theksoi prioritetet për mjedisin, biodiversitetin dhe pyet, të cilat do të hyjnë në një fazë të re përmes modelit unik të administrimit dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Kryeministri Rama foli për sfidën e madhe me zjarret në ver, ku sipas tij askush nuk ja ka gjetur ilaçin. Ai gjithashtu foli për rritje të financimeve në këtë sektor, por edhe për rritjen e kapaciteteve për pyllëzim. Rama u ndal tek rënia e krimeve mjedisore, me nisjen e mandatit të katërt është aplikuar në mënyrë të theksuar spastrimi i ndërtimeve pa leje. Kryeministri foli edhe për një strukturim të Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura dhe të Pyjeve, dhe përmendi punën e mirë të agjencisë që i ka katërfishuar të ardhurat e veta në 3-4 vitet e fundit dhe sipas tij potenciali është shumë i madh. Duke kthyer kokën pas, pa diskutim që ka shumë arsye për të qenë krenar për ku jemi sot. Kam parasysh se na u desh një dekadë më parë të bëjmë 2 ndërhyrje shumë radikale për të siguruar marrjen e një kthese të domosdoshme në kushtet kur qoftë prerja e palishme e pyjeve, qoftë gjuetia e palishme, ishin bërë plagë reale që zgjeroheshin mbi trupin e natyrës së Shqipërisë. Dhe sot mund të shikojmë me krenari rezultatet e 2 moratoriumeve që aso kohë krijuan debat dhe u pan me shumë dyshim. Qoftë në aspektin e ripërtritjes së pyjeve, qoftë në aspektin e ripërtritjes së faunës në Shqipëri. Me ministrin e mjedisit, me ekipin e ministrisë mjedisit, jemi angazhuar në një proces reformimi të modelit të menaxhimit të pyjeve dhe të natyrës ndërsi. Një reformim i cili do duhet filloj nga një ristrukturim i Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura dhe i Agjencisë Kombëtare të Pyjeve, duke i bërë bashkë dhe duke krijuar një sinergji mes të dyjave, për të pasur një agjenci e cila të merret 360 gradë me zonat e mbrojtura me pyjet, sepse eksperienca ka treguar që duam apo s'duam ne janë dy komponent të pazgjithshëm nga njëri tjetri dhe 2 agjenci nuk e bëjnë më të lehtë, por e bëjnë më të ngatruar procesin.